Shëndetje, si të përgatisim suxhuk me çoll, me miell mistri, sikur se kanë përgatit ma herët nonat tona dhe gjyshet tona. Kto janë receta ma të vjetra, na përgatisim receta ma të vjetra deri te ato më të rejat. Por une ndoshta m'ja tregu edhe recetat që i kanë përgatit ma herët nonat tona dhe gjyshet tona, sepse ma herët kanë prej edhe posterma ma shumë. Edhe tash e kem prej suxhukin, edhe ja bëj kajvi qështu për shkak me hi te pjekurit, kur të fërgujna ma shumë. Edhe shkoj duke I prej qështu copat. Edhe ja bojmë ka 1 ose 2 preje të vogla qështu. Qisim pak vaj. Edhe e lojmë u fërgu. Me gjithë të duke dhe të fërgu. I hekëm të dukat për këtuve. Dhe më thoi i hekëm të dukat për këtuve. Edhe I qisëm në të filmë. Po qisëm në një pjesë, të ndyrë, nuk e ku një pjesë. Largujmë dhe tash qisim qumshtin. Normal se kjo është I nxehtë dhe do të muru kur të është I nxehtë. Kur t'ja qit me këtu qumshtin, e largoni pak sepse vaj I nxehtë dhe qumshti ftoftë është pak problem. Unë tash pja tregoj recetën tash tjetër, qysh e kanë gatu nonat tona dhe gjyshet tona. Se normal na kena shumë receta që mujmë I bo me përgatit me suxhuk, edhe tash nonat tona kanë qit për shembull qumsht edhe mos. Kur kanë qit qumshtin edhe mozën, për I herë e kanë qit edhe miellin e kallamujt. Dhe më thonë, kanë qit edhe miellin e kallamujt për I herë. Qisim një lugë miell misri. 2 edhe ja fillojna për I herë një përzi sepse dhe më thonë për pa morë vollë. Qisim 3 sepse kë du të me qenë pak ma trash se sa horçi tjetër që përgatisim, se kjo është qështu receta. Në 5 lugë qita miell të misrit. Edhe I qisim krep. Krep I qisim shumë pak qëra. Duhet qështu me përzi deri kur troshet.
shkojnë duke përzi. Më thash deri sa troshe duhet mi përzi. Edhe sa i ftoft shumë shti me mozën, ja qisi millin për shkak mos më të bull tani milli aty më bo tupa. Tash ja fillojmë të muzdi. Non-stop rrim duke përzi. Nisi tash edhe tigoni janë ma ndrysha, mo non-stop. Në më thonë qull i ka dhanujt me sugjok. Recete vjetër, si ma herat që kanë përgatit, nëma këtuna dhe gjyshe këtuna. Masi blënë shtu e lam një 2-3 minuta, duke vju. Sepse ka nevoj mo zi mili. Pa heret për këtë arsyes jenë smu ma pak njerëz, sepse e kanë përdorë dhe millin e misër ma shumë se sa tash. Unë do është një honë se kjo veç përgadit edhe tash i qesim në për jo shihni. Përgatitëm qullin e millit të misrit, edhe shkojmë duke qitë në enë për me konsumu.
Po ashtu qisim edhe në jenën tjetër. Qesëm pak i ndyrë kënej edhe pak nej. Tash morëm edhe suxhukin edhe qesim këtu. Po ashtu, qesim edhe këtu. Tash peshene se kjo është përgatitja e një recete të vjetër që shë kanë përgatit nanat tona dhe gjyshet tona, do me thonë qull me miell, mistri dhe suxhu. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bani like dhe subscribe, sepse na ju bijmë recetat më të mira që duhet me qenë.